Për shembull, mu më ka ndodhur gardiani i burgut dhe ke qep e ma mire pas në pas nase jo. Në qoftë se ato veç e din fajin e vet, edhe për atë faj në ndihen keq. Unë jam shumë i relaksuar dhe më i fal, nuk kam asnjë problem. Sot në përgjithësi është për shkak të filozofisë politike që përfaqësoj nuk i urrej as nuk i kam urrejt. Sot në fund të fundit janë popull sikur gjithë popujt tjerë për i burgut, pastaj kam dalë 89 me 2 mars. Kërkojnë që du, është që qëdeshme, qatë ditë e kanë arrestuar zëvlasën. Jelshova venin, a i hini, unë dole. Glogafës, ndashta ju kujtohet, janë në vërnë e kërudhe, në vëra 5 police, 5 janë plagos, ka qenë mjaft e madhe për fillim, bile ka qenë shumë e madhe. E di shamull që ashtimi ka marrë pjesë, e di që edhe ka hup njëra këpuc atë, e di që ka marrë pjesë Kadriu, e di që ka marrë pjesë Jakub Nura, dhe në qoftë se të pëshan një në faqe këtheja tjetërën, provokime mos me bo. Kujtohet që sot Ibrahim Rugova kur e bata ndalë në hyrje ka në Hante Lezit, deklaroj ke alternativa veç durimi Ibrahim Rugova se pat më bu keq. Do të thotë kur na ndore kena, a mu bëha e keq ish, a ma keq s'kish kur shkon. Tha shumë mirë që ekzistoni, tha se duhet ju mu sakrifiku Ibrahim Rugova me kalune për mes trupit tuj edhe kalon lumin. Që tha qap ju tham, e prek një Ibrahim Rugoven, tha na jem atëzi se Serbia. Tha është nave për Serbis në lynë që polas në livrita, e dën të heq. E këna kry në atë punë për Serbi, lema se më kalza për Serbi. Një patrull të policisë në Mitrovic edhe në Klin, në disa qendra janë godit përherë nga ushtria shlimtare, që për mu është sulmi i dytë i organizuar i ushtrisë shlimtare të Kosovës. Madje me iniciative në Nait Hasanit janë inkuadruar dhe Adem Jashari, Zahir Pajaziti, gjithë një strukturë të UÇK-s, kujdo që i kanë thonë pa luftë kena më shliru, i ka pëlqyer më shumë. Ishtë burgosit politik shumica dërmu se shkun ka LDK-ja. Ishtë shumë vështirë, thjesht në mbëllshin gojën. Kur ka shkuar ndaj i dajtë Hyseni me Tajrizi, Adem Demaçi, te çka po dëna, po kupton është. Sali Berisha na thë ke hapur një autonomi substanciale e merrni edhe vazhdoni. Rugova ka pas atë filozofi që i ka marrë gjithmonë në shpresë dhe sa ka ardhur mbrana ka thonë është puna mirë se ata e përmendën pavarësinë. More përmendën po thonë s'ka pavarësi, ka autonomi, s'ka pavarësi. Kryesorja kanë përmend. Zahir Pajaziti vazhdimisht i ka godit, vazhdimisht, shpe thonë, ose një spion, ose Papovic, ose ato i ka godit. Edhe sot në Tropikam pasojat e hetimeve njëherë, unë gojë nuk më i mbylli, sepse është kap mish i keq për torturave, është këtu me pej, më kanë këtu me pej, i fa shumë, komplet, tonë kohën që ashtu më kanë, edhe pyetje më kanë marrë në një formë tillë. Për këshin hotin e tillë ka qenë gjendja, që të ishëm 17 e kry bëj shala se lëshojt. Srem kërishëm dhe ke mu edhe me më thonë mu bon, ministrën nuk bona. Pse, brava që këshën qyshtë, ka vlet kështu. Nuk bona dhe ke se me u livdu këta sërbë, që kjo e kom rejk ministrin, që kjo e kom rejk ministrin, nuk ja bëjt e këto Kosovës, kur pse është zhvillu Amerika në këto shkallë, këtë shkallë, pse është zhvillu këtë shumë. Në e ka spjegu e zbërthuj 5 arsyet botërore pse është në këtë stad, është me ndëgjesh. Pse më shpejt ke pritë se s'po me të kuptu? Ta në mundësit i ke pas, jo me dalë mal, jo me... Jo dhe unë e kom parim mos me ikë. Një njëti njëri që e kesh parim mos me ikë pe policisë Sërbis, ju kujtohet e ke pe policisë tonë u shefke. Kësë është normale ta është. Përshëndetje, unë jam Avnik Klinaku, i lindur në komunën e Voshtrisë, në fshatin Borim, i rritur dhe i shkolluar në komunën e Obiliqit dhe përfundimisht jetoj në Prishtinë. Shumë herët, posoj se sa po kam lindur, familja ime është transferuar në Obiliq dhe aty jam rrit dhe jam shkollu. Si i ri, si çdo i ri i asoj periudhe, asoj kohë, vështirësitë kanë qenë shumë të mëdha për familjen për t'i rritur, e shkolluar, edukuar fëmijët, sepse edhe varfëria ka qenë e madhe, të pas parasysh që kemi jetuar në kushtet e tilla pushtimi, jo vetëm unë, por krejt ajo gjenerata jonja, o gjenerat të cilën vetë kushtet e kanë pjekë dhe e kanë pregadit për disa gjëra, aktivitete, rezistence, deri edhe në luftë armatosur, mjaft mirë e kanë pregadit atë gjenerat. Që në diku në moshën 14-15 vjeçare ne kemi filluar veç me aktivitetet të tilla,
fillimisht kanë qenë shumica lexim librave të ndaluar, lexim të shkrimit atëherë shumë ilegal, deri te komunikim e frymëzim të njëri tjetrit. Deri në vitin 81, kur veç filloi mu marrë edhe me organizime të demonstratave në aktivitetin ilegale deri në përfundimisht në vitin 98 në luftën armatosur. Libri i parë që më kujtohet që ka fillu frymëzimin e fuqishëm në këtë drejtim ka qenë libri Shohtë edhe Azem Galica i Ajat Haxhiut. Ajat Haxhiu e dini është një autor që nga dhuna e represionit ka ikë në Shqipëri, po ka shkruar libra të mirë dhe një prej tyre më ka rënë dorë, po ka qenë ilegal, ka qenë ndaluar, dhe ku e përshkruan detajisht masakrat që i kanë kryer Serbët mbi popullin shqiptar të Kosovës, veçanërisht në pjesën e Qiqavicës, atje ku ka operue qeta e kaçakëve të Azem Galicës. Dhe kjo ka qenë frymëzimi i parë dhe pasoj ka filluar një interesim intensiv për libra të tillë të ngjashëm, pra edhe persona të cilët merren me këtë çështje dhe në një farë forme, një farë inkuadrimi në një aktivitet të tillë, i cili atëherë ka qenë i sanksionuar, ka qenë ilegal, ka qenë edhe mjaft i rrezikshëm, jo vetëm për personin që e ka bërë, por për krejt familjen e madje edhe rrethin familjar. Mirë po, konsekuencat nuk i kena shiku atëherë, kemi shiku vetëm si të kemi më tepër sukses, si të kemi më shumë mundësi veprimi për të ardhur deri te çlirimi, deri te largimi i pushtuesit serb. Pas asaj që ju thash, na krijuam edhe rrethin ton shokëve të cilët komunikonim natyrisht ndarë aspekt të tjerëve për gjendjen e popullit shqiptar, për vujtjet e popullit, për historinë e tij, për të gjitha këto, dhe shumë shpejt erdhën ngjarjet e 80-nitës, demonstratat e 80-nitës, pra qysh me 26 mars të vitit 81, në disa shokë që akoma ishëm një moshë me të vërtet tre, me të vërtet akoma të them papjekur, por që na interesoi kjo çështja dhe vendosëm që të bëjmë organizimin e demonstratave edhe në komunën tonë, në komunën Nobiliqit, dhe organizuam shkollën e mesme, atëherë është quajtur Nikola Tesla, e organizuam në demonstrat, që ka qenë një prej shkollave të para të mesme që kanë bërë demonstratën për Republikë të Kosovës, domethënë kundër pushtuesit serb, kundër pushtetit të Jugoslav atëherë. Kjo ka qenë 80-nita, po këto grupacione që ju thash ose këta grup shokësh ose çdo që ta quajmë, ende nuk ishin një strukturë të organizuar, ende nuk ishin një organizat ose një subjekt politik ose, dhe qëllimi i ynë ishte që ta gjejmë strukturat e organizuara dhe të kyçemi të punojmë me të vërtet të sistemuar dhe të organizuar, sepse na u duket që mënyrën se si ne po veprojmë, po bëjmë pak, edhe shumë e natyrshme kur nuk je organizuar bën shumë pak. E tek në vitin 1982 në kam marrë kontakt për herë të parë me një organizat ilegale. Në kontakt kam marrë përmes Ramadan Avdiut, e kam pas shok klase në vitin e tretë. Dhe ato jam antarësuar në Frontin Nacional Shqiptar. Dhe edhe shok që i kam pas më herët që ju thash, s'paku bisedonim së bashku, s'mund të quheshim të organizuam, po bisedonim për këtë çështje, i strukturum, i organizuam në Frontin Nacional Shqiptar. Vëmtaria e Frontit Nacional Shqiptar dhe jonja në përgjithësi nuk ka qenë aq e gjithanshme sa mund të mendohet sot. Do të thotë na më shumë që kemi bë, përveç që kemi përcjell libra të ndaluar në mënyrë të organizuar, kemi bë edhe trakte dhe kemi shpërndar edhe trakte, por jo në një shkallë tjetër, diçka shumë më të lartë e më të madhe. Mirë po dhe ajo ne na u duke e mirë, na u duke mjaft veç që e bëjmë në jetën e strukturuar dhe të organizuar, neve shumë na ka impresionuar ajo punë që kemi bërë aty. Edhe pse ju them nuk ka qenë ku me ditë çfarë pune ose sa e larmishme. Pra ajo ka konsistuar në përgatitjen morale të njerëzve për të ballafaquar me pushtuesin. Edhe kjo nuk është pak. Kështu ka vazhdu kjo deri në vitin 84. Në vitin 84 jo është godit organizata. Kryetarët të organizatës e kemi pas Sidi Veselin. Personi i dytë ka qenë Rahman Batiri dhe shok tjerë. Unë personalisht jam arrestuar si i mitur bashkë me një grup shoksh edhe 5 tjerë 6 në një seancë të veçantë për të mitur, na kanë dënu.
mu personalisht kanë dënuar 5 vjet, Ramandinin 7 vjet, Harilla Salihun 6, Esed Ahmetin 5, kështu me radhë, dhe të gjithë për të mitur dhe të gjithë kanë vujt dënimin, të gjithë ka qenë impresionuese që në gjë nuk janë pendu për veprimtarinë e tyre dhe kanë deklaru hapur botërisht gjyqit që si dalëm kena me vazhdu këtë veprimtari. Ka qenë shumë interesante për shkak se mosha ishte shumë e re për një këmbgulje të tillë. E vërteta është që organizata është godit në momentet kur është bo hapi kryesor për bashkimin e gjitha organizatave ilegale që kanë vepruar në trojet shqiptare dhe diaspor, janë afru aq shumë ndërmjet veti dhe kanë bërë mbledhjen përfundimtare për të bashkuar, për të shkrirë dhe për të vepruar bashkarisht të gjithë. Dhe aty ka ndodhur goditja. Tash mund të supozohet që diku ka çalu, diku ka ngec puna, diku është dekonspiru puna, por saktësisht nuk e di dhe nuk mund t'ju them asgjë. Njëra prej organizatave politike ilegale në atë bashkim është quajtur Partia e Luftës. Dhe edhe vetë strukturën e kanë ndërtu për të përgatitur për luftë. Por t'ju them të vërtetën rrethonat cilat ka qenë, kjo është viti 84, rrethonat akoma nuk e kanë favorizu një përgatitje të vërtet të luftës të armatosur. Por për të biseduar është biseduar, për të madje edhe do thotë edhe është kriju një parti e tillë, por rrethonat akoma kanë munguar. Rrethonat akoma kanë qenë të papjekura për popullin shqiptar për t'ju ballafaque Serbisë, rrjedhimisht krejt Jugosllavisë. Kërkesat kryesore atëherë kanë qenë Republikë e Kosovës në kuadrin e Federatës Jugoslave. Do thotë edhe si natyrë kërkesa ka qenë paqësore, do thotë realizohet nëpërmes të institucioneve legale të Jugosllavisë brenda Jugosllavisë. E tillë çfarë ka qenë, ajo është mbështet edhe nga Republika e Shqipërisë, është mbështet nga të gjitha organizatat, po është luftuar nga pushtuesi edhe strukturat e atëhershme të krajinës autonome. Organizata është godit diku në 11 janar, jo diku po saktësisht, me 11 janar 84. Dhe unë prej atij momenti që është godit organizata, ka kemi pas edhe si rregull të brendshme, unë kam pas një farë roje, një farë kujdesi, një farë se mund të vinë tash edhe te unë të tjetri. Mirë po kanë kalu 2 muaj prej asaj date, domethënë për 11 janarit, dhe mu më kanë arrestu me 2 mars. Me 2 mars mund të themi disi unë kam qenë veç i pothuajse i relaksuar, që nuk do të arrestohem, kanë kalu 2 muaj, është diçka qetë. Dhe dita ka qenë e zakonshme, kam shku sikur gjithmonë në fakultet, kam qenë fakultetin teknik. Dhe në një moment shefi katedrës ka ardhur ka thonë që po të kërkojnë 2 persona, kanë me bisedu diçka në lidhje me shërbimin ushtarak. Unë e kisha të parregulluar shërbimin ushtarak, ishte rasti i rrallë se gjithmonë ka qenë rregull mas shkollës mesme me shku në shërbim ushtarak, e unë isha një prej atyre që s'isha shku në shërbim ushtarak, po ata kishin përgatitur domethënë edhe gënjeshtërën e tillë dhe po më thonë sa për shërbimin ushtarak diçka janë të thirrë. Dhe unë kur më shkuar në zyrën e shefit të katedrës të fakultetit teknik e degës elektronik, ata më kanë kap, më kanë lidh, edhe unë më thonë unë duhet me shku me marr librat, me shku me marr çantën se nuk vi. Pa ku bësh edhe që s'po di çka po ndodh, isha mirë se na kishte ndodhur më herët se jo që isha diçka i përgatitur më tepër, po na kishte ndodhur që na kishin arrestuar shok. Edhe ata më këshyrin me vete, më kanë kapë të 2 për krah dhe më kanë çuar në amfiteatër për me i marr librat. Mirë po aty kanë qenë 200 studentë. Dhe të janë prej, të me rru, janë habit, janë step. Edhe ashtu në më shkoj, kom marrë ato, janë dalë edhe prej dite më konë zyret e sigurimit e pastaj në burg. Rast i rrallë, në vitin 84, kur rikëm zhvillu hetimet e para, rast i rrallë u konë me konserv. Dhe me thonë shumica dërmuse edhe ata që më kanë arrestu, edhe ata që më kanë marrë në pyetje, edhe ata që më kanë torturue, madje dhe shumë prej gardianëve kanë qenë shqiptar. Shumica kanë qenë shqiptar. Sidomos ata 2 që kanë punuar tankohen me mua. Sa ata janë rru nga një herë, herë nga asaj dhome, herë te atij shoku, herë me nxjerr një dhomë tjetër për atje, po kryesorja shumica kanë qenë shqiptar. Njëri ka qenë Astrid Koshi, tjetrin kum harrova me emrin. Astrid Koshi ka qenë kryesori që e ka zhvillu, kanë pas një mënyrë të veprimit, që ata më ka doke çuditshme më vonë kur më lexu literatura të tillë, më ka doke shumë normale, kanë lujtë të mirin dhe të keqin. Njëri gjoja me të mire, kështu nxjerrë pe burgu, shtër pe burgu, tjetri me torturë, me të rrene.
Po, ato dy kanë qenë, tjetërin përbis, se di pse, nuk pas në arrua, Astriti ka qenë njëri. Kjo se më të vërtetën këtë krahasim e kom bo shumë ma vonë, do shta 10 vjetë ma vonë, se kur kom pas drejt për drejt ashtë me Sërb të bëj, jo drejt për drejt me Shqiptar, atër kom pas me Sërb edhe nuk i kom njoft, po fjala dhimbshurit e ta nuk e ekzistu. Për them të drejtën është të keqë, është për një qenje fundit njerëzore, po sjellja s'ka qenë as pak njerëzore. Domethënë unë si 18 vjeçar jam torturu në gjitha pjesët e trupit, jam torturu që kanë fillu prej shputave, durve, pastaj elektroshokun, pastaj tortura të ndryshme, derisa mu personalisht jo deri i kanë torturu edhe në organet gjenitale, shok ton. Po jo, nuk kanë pas në dhimbshuri, thash gjithmonë njëri edhe kur kemi bisedu me shok të këna vrejt që ka qenë praktike përgjithshme, njëni unë ty të ndihmoj jetë në zjerë për i burgë, veç du të me më kallëzu diçka arnik nej dhe jo të torturu, tjetëri si vike me torturu kështu kanë vepru, po dhimbshuri jo. Tash gjatë gjithë vujtjes dënimit, unë kom gjetë kom taku edhe kom hasë edhe në njerëz të cilët kanë qenë shumë atë mirë, e kanë majt atë punë, edhe kanë majt me vështërsi shumë të dhe ma vonë edhe i kanë largu se s'kan desht me kry tortura, po kanë qenë raste shumë të rralla. Halim Halimi në Gjellan, vllai i ka punue në Burg, edhe ai po ashtu nuk ka torturu, kom hasë personalisht kur i ka thonë drejtori Sërbi ka thonë me torturu, filoni ka jo nuk e preku, edhe ato nuk ati gardionën e burgut nuk e kanë largu, ato e patën largu, po tash kanë largu shumë për një herë, është ajo koha e spastrimit e homogenizimit të popullit sërb edhe të institucioneve dhe krejt, edhe i kanë largu edhe me krejt shqiptarët, edhe ato normalisht. Po edhe ai, shokët që i kanë qenë për dur ty në për tortura, ju ka thonë, unë nuk i torturoj as nuk i prekin, qoftë se duhet me bisedu që duhet e me zhvillu hetimet që duhet i zhvillaj. Madje unë kom dëgju prej ti, kom dëgju që po vjeni nati që kur po i torturojnë, po pranojnë me mu zdojnë kurse se apo këtan. Edhe pse ka pas drejt se me pranu, s'dohet me pranu dash me tortur, dash pa tortur, po kështu ka qenë. Kanë qenë të rralla, natyra e punës, natyra e pushtimit, natyra e mbajtjes së pushtetit ka qenë e tillë që torturus ka qenë. Do të më kthy gjithmonë me jetu në rrethonat e atëhershme. Në ato rrethona, pasoja, nuk e mujt mos me u nështru, dosh me i pas pasojat, po ka njerë që i kanë marrë për sipër edhe pasojat dhe se kanë bo. Do më thonë, me mujna me thonë, kanë mujt lirisht. Mirë më në qofse ti i e hin atë shërbim dhe po donë me ecë në karrierë, ti do të me ju përshtat pushtukësit dhe pushtetit. Kjo është në çdo pushtet. Në qofse ti donë me ecë në karrierë, do të me ju përshtat pushtetit dhe me bo çka kërkon ai. Ata që kanë desht me refuzu, pas diskutim kanë pas konsekvencat dhe o logu për i punë, o i kanë ndjek, o i kanë përgjua po mënyrat të ndryshme. Do thot edhe aty, edhe me ecë karrierë, edhe me koni respektu shumë për tyne, edhe me koni but nuk ka ba. E rraqme nuk është as pak, po se di ndoshta unë vetë jam tip jo shumë hakmarës. Unë, kur kom taku gardiant ose të sigurimit shtetit, ose që ju më spërpjek edhe kom bisedu normalisht, po jam di shumë iritum, kur ata tash janë paraqit edhe ma patriot se unë. Për shembull, më ka ndodhur gardioni i burgut dhe ke qepë e ma mire pas në pas nase jo. Po kuptojnë çka e ka fletti, ti e kanë me pushtu se në i burgosuri. Ja, dhe se qërë unë im konë me Rëgovë, në im konë me Republike, ju me bashkim me Shqipni. Po çka e ka volë, ti e konë taj këtë më ke tërtëru, edhe jo. Për të në qa po fletë, le njerë politikin, le krejt, vëshqehe njerëzorën. Adin, janë momente që tona i këto të revoltojnë. Në përgjithësi me këtë ato strukturë, jo veç gardiane, jo veç hetuse, po edhe ato politike. Në qofë se ato veç e din fajnë e vetë, edhe për atë faj që në ndihen keq, unë jam shumë i relaksuar dhe me i falë, nuk kam asnjë problem. Ama dhe kur nuk dojnë hiç me pranu dhe madje dhe me deklaru që na dhe ma mirë se jo tjerët e kanë pas, ajo mu vetë vërtet më ka iritu. Për ndryshe jo, i kum akceptu pa problem. Jo me arsyetu kurse si. Arsyetimi dhe në shkallë, s'po këtë unë nuk shkon kurse si,
Po problemi është sërbë në përgjithësi është për shkak të filozofisë politike që përfaqësoj nuk i urrej as nuk i kom urrejt. Sërbët në fund të fundit janë popull sikur gjithë popujt tjerë. Po pushtetin sërb, pushtuesin sërb, policinë, ushtrinë, pa diskutimish, i kena urrejt edhe na mundu mi luftue, ndoshta edhe na s'kishim pas dëmshuri që ndoshta edhe kena shfaq, po jo popullin sërb. Ndërsa sa i përket gardian shqiptar që kanë punu aty, shpesh mundohem i thonë veti që atëherë ka qenë e vështirë edhe me jetu, është dashur edhe me jetu. Mirë po për mu sjell më mirë kanë mujt, për sjell më mirë edhe tash në raport me atëherë mujnë. Kjo është pjesa që mundet me më iritu. Njerëzit nuk janë njësoj. As në rezistencë, as në art, as në kulturë, as në muzikë, as në arsim, nuk janë të gjithë njësoj. Dikush është ma shpirt sakrifikues, dikush është ma pak shpirt sakrifikues. S'mundet kërkojmë këto për këtë popullit e për këtë masave të gjëra. Tash, po flas për këto masat e gjëra dhe është dashur me jetu, se cila kanë kryer një punë, dikush ma të keqen në sigurim, po dikush ka punuar edhe në fabrikë, dikush ka punuar edhe në kek ish Elektrokosovë, dikush që secila kanë qenë segmentet pushtuesit, na s'kem pas qysh me vepru ndryshe. Mu për shembull, dhe bab gjyshe ka pas letërnjoftimin e Serbisë, baba ka pas letërnjoftimin e Serbisë, ne s'kemi rrugë tjetër s'kena pas, por në gjitha këto, po them, kanë mujt me e dhonë më të mirën. Dikush e ka dhënë, dikush se ka dhënë. Pika kritike, ndoshta jo vetëm në këtë fazë të luftës ose të rezistencës së popullit, po edhe në faza tjera, në momentet kur janë afru organizatat edhe kanë shpreh mundësinë edhe gatishmërinë për bashkim edhe janë godit. Kjo na ka ndodhur edhe neve, do të thotë me 11 janar në shtëpinë e Sedi Veselit janë taku përfaqësues të lëvizjes për Republikën Shqiptare në Jugosllavi, Recep Mala Nuhi Berisha, është taku pastaj ka qenë nga Partia e Luftës Kosovës dhe Sejdi Veseli ka qenë nga Fronti Nacional Qërimtar. Normalisht kanë pasur edhe bashkëpunëtorët e vet, po këta kanë qenë kryesorët që janë takuar për bashkim shkrirjen e të gjitha organizatave në një front të vetëm, i cili do ta udhëheqte rezistencën. Mirë po, roja që ka kontrollu gjendjen, situatën dhe ka përcjell çka po ndodh jashtë takimit, i ka sinjalizuar që jemi rrethu nga forcat serbe. Shpejt e shpejt, Sejdi Veseli me vëllezërit e vet, me Kadrio kanë shtru vendet dhe janë paraqit që kanë ra me flajt. Ndërsa Recep Mala, Nuhi Berisha dhe Kadri Osmani janë largu nga shtëpia dhe në përoborët të ndryshme në lagjen Kodra e Trimave, atër Vranjevca është quajt, kanë kalu disa oborë dhe janë mundu ta çojnë rrethimin. Mirë po, rrethimi ka qenë i egër, i ashpër, lufta ballafaqimi ka fillu dhe aty kanë ra dëshmor edhe Recep Mala edhe Nuhi Berisha. Dhe është arrestuar Kadri Osmani. Natyrisht janë kthy policia, kanë marrë edhe Sejdi Veselin me vëllezërit e vet, me Ramon Batirin edhe këto organizatat. Pro ka qenë ajo goditja e rëndë që ju ka ardhur 3 organizatave për një herë. Hetimet kanë vazhdu dikun 3 muaj ditë, prej 2 mars deri në fund të muajit na dënu. Akuza ka qenë bashkim për vrimtari armiqësore, ka qenë 136 lidhur me pikën 2, flas për mu personalisht. Për Sejdi Veselin edhe për grupin e ngushtë, ka qenë organizim i vrimtarisë armiqësore, që ajo është dënuar edhe atëherë deri në 15 vjet. Kjo vepra për bashkim për vrimtari te unë ka qenë prej 1 deri në 5 vjet. Unë jam dënu 5 vjet. Edhe prej burgut pastaj kam dalë 89 me 2 mars. Ka kojnë që du, është që qëdeshme, qatë ditë e kanë arrestuar zëvlasën. Jelshova venin, a i hini, unë dollë. Kur më pytet për kanë qenë shqiptar të hetuesit, gardiante, krejt struktura, gjithashtu edhe gjykatësia ka qenë shqiptare. Ka qenë Flon Zakadiu. Flon Zakadiu tash ndoshta ka dalë pension, po ka punu dhe mas luftës, si gjyqtare këtu. Po unë ka dënu 5 vjet për të mitur Flon Zakadiu. Qëndrimi i drogosërve, i të arrestumve, për këta të miturit, po flas, i kum përcjell edhe i kum djeg mirë edhe këtë të rriturit, kanë pas shëndërim të shkëlqyeshëm edhe ata,
por për mu ka qenë shumë interesante dhe frymëzuese se këta na kemi qenë moshën në 18 vjeçare. Domethënë kemi qenë 3, dënimin e kena pas shpallën për të mitur, kur me emra po veç me iniciale, e kështu me radhë, po qëndrimi ka qenë shumë i mirë, shumë stoik dhe jam dënu domethënë aty 5 vjet duke mos u penduar për vepra penale. Sa përket ajo puna për librin, është interesant në atë kohë ky Vojislav Shesheli është dënuar 1 vjet për shkak se ka shkru libra kundër Jugosllavisë edhe njëna prej tyne ka qenë duhet me nxjerr Titon nga varri e me qit para gjyqi me dënu. Unë kisha lexu libra të tillë. Unë akuzohesha që i kum lexu dhe dënohem 5 vjet. Ai që i kishte shkruar ato libra u dënu 1 vjet. Edhe gjykatës po i bëj, është si kanë rregull, a mundi më shpjegu. Ai që ka shkru vepra armiqësore është dënu 1 vjet. Unë që i kum lexu 5 vjet. Kjo nuk është normale. Kjo ka qenë ashta një farë dromze, një farë historie, jo ku me di çka, po ka qenë kështu e vërteta, po dhe ishte ashtu, se të shqiptarët dënimet kanë qenë vërtet drakonike, kanë qenë shumë të rënda. Na kur i krahasoj shumë ato dënime me njerëzit që janë dënu politikisht Sloveni, Kroaci, në Beograd, në Malzi, në larg shumë atë mëdhaja. Disi kur i shoh edhe dënimet që po jepen sot në Hag, më duket prapë po na përsëritet disi historia. Thotë Salim Mustafa dënohet me 26 vjet, a barësit e terrorizmit shtetëror asnjë s'është mbi 21 vjet. Është diçka absurde. Terrorizëm shtetëror kanë bërë ata. Edhe në qoftë se ne kemi kënena ndonjë gabim si pjesë çlirimtare, si njerëz që kanë punuar për të drejtën, për të mirën, për largimin e pushtuesit. Edhe në qoftë se kemi pas ndonjë gabim, po shrej dënimet janë 26 me 26. Edhe diçka e tillë ka pas ndodhur atëherë, po ta marr këtë shembullin e Vojislav Sheshelit. Se ajo ka mujt njësër masa lësuese me marr dhe ligjin me zbatu shumë më but. Tash pse ato rrethona, se në çfarë rrethona ajo ndodhën prapavi, unë as që di as që du me dit, po kryesorja kanë shku në maksimumi për me hinë atër dhe me ecë në karrierën e vetë. Po, ajo është e vërtet që kanë mujt ata shumë. Ajo që është edhe qysh atëherë për mu mjaft frymëzuese, mjaft emocionuese është që edhe avokat s'kena pranu me pas. Avokat kena thonë jemi vetë, po rregulli ka qenë që sipas detyrës zyrtare, mu avokat për shembull ma kanë caktuar një serb. Mu një serb më kanë bërë Milosavljević as diçka. Po edhe ato janë munduar, domethënë, i tillë ka qenë ai pushtet edhe tepër korruptiv. Jo në shku për shembull te baba tu e di që baba për t'jall bën gjithçka, e shku i ka kërku t'holla, para i ka kërku sa më kujtohet është 2 milion dinar atëherë e një moje po vjen baba më thotë çush do po më thotë ai serb thotë me nxjerr. Veç të janë parë do pse unë nëse nuk mendona, s'ka që më nxjerr. Pa edhe kur shku i ka thotë në vërtetë, çse s'pendohet s'ka. Po them edhe disi edhe kom pas qef me theksu se ka qenë emocionuese. Emocionuese për shkak se një rezistencë 18 vjeçarëve ndaj një pushteti, domethënë traumatosur mjaft rënd edhe për botën e jo më për ne. Ka qenë mjaft frymëdhënëse edhe për breza. Prindrit pa dyshim kanë pas vështirë. Edhe vllai i madh dvoglit ndoshta edhe fort nuk e kanë mendu sa si duhet se edhe mosha. Po sa përket mua personalisht, ajo nuk më ka bërë përshtypje fare. Është pak sa çuditshme edhe me ju thonë se është 5 vjet burg fakulteti mbetet gjysmë, jeta në përgjithësi. Po e tillë ka qenë situata politike në të cilën veç a mundem me kontribu dhe me çka kontriboj. Dhe kontribut mu doke që ata po më dënojnë mu doke që jo më shumë i kënaqur se kontribut po dho se kisha dertas që ju më nalë çka me thonë, çka mos me thonë gjëça, mos flasëm më u pendua, mos më pendu. Nuk ka qenë problem ajo atëherë. Kjo sigurisht lidhet edhe me moshën. Nuk kam qenë një moshë shumë të re, domethënë ende pa kriju familje, ende pa pas një barë shtesë në shoqëri. Po ne kemi pas njerëz edhe që i kanë pas ato krejt dhe i kanë marrë përsipër. Natyrisht ata janë kanë matë brengosën e masë, është njerëzore, është normale. Ndërsa mosha ime ma ka mundësu ato që jo, nuk e mërzit gjë fare për atë punë, as që kom diskutu. Kjo më ka ndodhur edhe në burgun e dytë, kur më kanë dënu 10 vjet dhe kom thonë në sa për këtë aktivitetit asnjë s'du me refuzu. Këtë i kom bo. Çka doni ngarkoni ato i kom bo krejt.
po pse I kum bo unë po du me fol me juve dhe cila është e drejta, e vërteta. Se për këtë 5 vjeçarit nuk ankohën a shumë, nuk ka qenë bërë ka qenë, nuk ka qenë edhe me vetmia ka qenë, edhe me tortura ka qenë, po këtë burgun unë e kom vujtë në burgjet e Kosovës. Që u konë për mu, një përparsi, ko gjë e madhe, shokët mi, ka pas që kanë vujtë edhe në Nishë, në Sreme, në burgje shumë atronda. Mu më ka ra fati, dhe me thonë, më konë në burgun e Prishtinës fillimisht, pastaj në burgun e Mitrovicës për një vjetë, pastaj më kanë këthy prapë në burgun e Prishtinës, një vjet tjetër në burgun e Gjilanit, edhe këto bojnë të gjitha 4 vjetë dhe në vitin e fundit në burgun e Gjurakovcit. E keqja e kësaj e cjake ka qenë që të gjitha kanë qenë burgje për të rritur, ka qenë burgje të rënda, dënimi me burg të shpallët me burg të rënd, dërsa mu më shpall dënimi për të mitur. Dhe këtu të nkohen edhe me institucionet e me kom pas probleme, ma shumë I fajsu, se që u mërzit shumë për atë punë, sepse mu më vike për diçka mirë, se në ato burgjet e rënda takojsha njerëz gjithashtu të rëndë, me thonë, e peshë në aktivitet të nëkso, që për mu I shumë me rëndësi se me më qitë me lujtë me top në Gjurakovca në Dubrava, se kisha fërt gale, po u ankoj shumë pse na jem dënu me burg për të mitur e po na mani në burg të rëndë. Po fati prapë po them në krahasim me shokët e mi, kom kalu ma letë për shkak që jem konë për Kosovë. Fillimisht kur jem arrestu me 2 mars, natën e dytë, natën e parë në sigurim është zakon pothuaj se nuk të lëshojnë, torturojnë me gjumë, torturojnë me gjitha. Natën e dytë kur më kanë çuar në dhomën e burgut, aty kom taku Rejf Qelen. Për herë të parë, do me thonë, jem ranë kontakt me të organizatës tjetër që janë në zonat natë. Rejf Qelen ka qenë në organizatë me Kadri Osmani. Dhe disi gati mu duke e pamundur, si qysh është e mundshme na tash mu taku kështu. Në dhomë kom qenë me Rejf Qelen. I personi I dytë ka qenë Skender Boshnjaku, ai kishte qenë në një varg të organizatës tonë diku në një halk që unë nuk e kom njoft, në ilegale 2 vetë mas shumë të një 5, 6, 7, se një, ai shkon aty magjister I smundjeve të lkurës, edhe kom takuar kryetarin e partisë komuniste, marksiste, leniste të shqiptarëve në Jugosllavi, që ishte dënuar disa vite më herët, Recep Maqedoncin. Me këta 3 fillimisht kam qenë në një dhomë. Dhe t'ju them drejtën, përkundër që isha I torturum, përkundër që e mbëllën ata deri në burg, më doken që më qonë në një oda, në shpeja, se vullneti I madh e kisha dëshirë shumë madhe që I takova ata njerëz. Dhe normalisht, edhe kom betë shok, me Raifin edhe këtë historinë tjetër e kemi bashk, po nuk ndjesha peshën e burgut të pas shok të tillë. Familjarëve po, ato rregullat janë kanë edhe rregullat nga familjet janë përcjell, domethënë çdo 15 ditë kemi pas vizita. Natyrisht derisa të shpallet dënimi vizitat janë grila dhe me përcjellje edhe të sigurimit shtetëror edhe të gardianëve, edhe janë 2 minuta, 3 minuta. E pasi të bëhet shpallja e dënimit e këto, ulesh edhe në tavolinë, pak më gjatë, domethënë 20-15 gjysore. Nuk janë me diçka, po janë të mjaftueshme me mojt kontaktin, me mojt komunikimin, me ditë çka po ndodha ne, me ditë çka po ndodh te na kënej. 89 mars jam liru edhe jam liru në një fazë kur veç këtu kish filluar gjallëri shumë e madhe dhe shpërthim shumë i madh, domethënë pedini kjo është periudha mas grevave të minatorit, mas rezistencës shumë të madhe që u bë pushtuesit serb, deri dhe tërheqjet nga institucionet e vlajke, çdo gjë ka vlu, domethënë kom pas fatin që jam dalë në çat periudhë. Mu ka duk vetja, spaku vetja, mu ka duk që jem dalë shumë më I pregaditur për ato që e kisha vu qëllim vetes. Prandaj isha në këtë drejtim shumë I kënaqur. Unë jem dalë për Gjurakovcit, është dalja nga burgu në raste të tilla, pra të burgosërve politik, një gëzim I madh për aktivitetin, po është një dhimbje e madhe që leshe shok tjerë atje. Nuk ish bash këtë e lehtë, këtë e thjesht, shpesh kjo përdoret edhe si klishe, mu kanë dhimbë shok të nëknej, po disi neve në përgjithshme ishin edhe forcat, shok që ishin për këtë aktivitet, ishin atje, edhe shok që ishin për atë aktivitet, ishin këtu. Ishin edhe përgjithshmim I forcave, pra do me thonë, në qoftë se dojmë edhe këshyrim edhe nga interesi. Kishëm interes për ta, u deshin.
Edhe pa hezitim, mas daljes burgut, kam vazhdu aktivitetin. Këtu më ka frymzu akoma ma shumë pritja që më është bo. Do të thotë pritjet e të burgos politik kanë qenë shumë masovike. Do të thotë dufke këtë familja më organizu me ditë tëra për me i prit njerëzit që vishin me pa njerin që ka dalë për i burgu. Ka pas edhe tillë që janë friksuar, nuk janë ardhe. Mirë po, në shumicë jo, ka qenë masive. Masive ka qenë ardhja, dalja, komunikimi me njerëzit, afrimi me njerëzit, sikur kur fillon veç me një herët i me hi në aktivitet. Edhe shumë shpejt më është drejtu shokët që i kisha lënë më herët aty, më janë drejtu, por ne kemi vazhdu punën, organizata është që tu, dhe natyrisht na kena vazhdu me një herë, dhe më thonë që në mujtë e parë, jem kyç përsëri në lëvizjen popullore për Republikën e Kosovës dhe aktiviteti ka vazhdu të në legalisht. Dhe më prej 89 deri diku në vitin në fund të 90-s. Kur për shkak mosmarrëveshjeve, ndoshta të mëdha, ndoshta të vogla, po mosmarrëveshjeve dhe na kemi shku në drejtim të krijimit një organizate tjetër dhe ka quhe pas shumë konsultave, përgatitjeve me shokët e ne, ka quhe në krijimin e lëvizjes kombëtare për çlirimin e Kosovës. Kjo periudhë takohet me periudhën e lindjes së partive legale, alternative e Kosovës, që është quajtur, e cila ka propagandu, ka prediku paqen me çdo kusht, liria si vjen përmes paqes, përmes institucionalizimit çështjes Kosovës, na ndihmojnë të jashtëmit. Dhe këtë politikë, ne kemi quajtur politika pacifiste, nuk kemi pajtu me këtë politikë, nuk ka duk që mungojnë subjektet politike që punojnë në përgatitje të luftës armatosur. A lufta armatosur është e pashmangshme, lufta armatosur është e domosdoshme, këto konkluzione kanë ardhur bashkë me disa shokë dhe kemi shku drejt themelimit të një organizate të re, që ka dalë lëvizja kombëtare për çlirimin e Kosovës. Diku 24-25 shok fillimisht vetëm për të diskutuar dhe debatuar çka na duhet në këtë situatë. Sepse ju thash nuk ishim të kënaqur me politikën pacifiste, me alternativën, me mjetet paqësore, ekskluzivisht paqësore, paqen me çdo kusht, nuk ishim dakord dhe ishim të bindur që na duhet një strukturë tjetër e organizuar, e cila e merr përsipër përgatitjen e njerëzve për luftë, organizimin dhe mobilizimin e tyre, edhe pastaj shpërthimin e luftës. Këtu fillimisht 1992 jemi taku në shtëpinë e Salim Mustafës, Calit, për herë të parë, dhe aty kemi bo diskutimet, kemi bo debatet të cilat kanë vazhduar në përshtëpita të ndryshme, në baza të ndryshme, në vendet pshefta të ndryshme për një vjet. Në mars të vitit 93 kemi vendosur përfundimisht për themelimin e lëvizjes kombëtare për çlirimin e Kosovës. Njerëzit kryesorë që kanë qenë aty edhe janë zgjedhur në Këshillin e Përgjithshëm të Përkohshëm, fillimisht i kena formuar organet e përkohshme, se derisa se kishmi marrë një kuvend, akoma nuk i quajshëm legjitime, po të përkohshme, dhe anëtarët e atij Këshillit të Përkohshëm janë kon Sabit Gashi, Raif Qela, Bahri Fazliu, Mursel Sopi dhe unë. Fillimisht kemi qenë anëtar të Këshillit të Përgjithshëm në 5. Këshilli mund ka zgjedhë kryetar të organizatës, kryetari i parë i LKÇK-s kam qenë unë, dhe aty është vendosur me shpërnda traktin e parë, ku do t'i bëjmë thirrje popullit për përgatitjen e luftës armatosur deri në kryengritje të përgjithshme. Dhe kemi bërë ato, kemi shpërnda, pothuajse në gjithë në Kosovën, jo shumë kopje, dikun 10.000 kopje kanë qenë. Edhe është vendosur me njëherë formimin e një organi në formë të revistës mujore, e cila ka me elaborue gjërësisht domosdoshmërinë e luftës dhe përgatitjen morale të popullit për luftë. Kjo ka qenë në vitin 93, numri i parë ka dalë diku në Korrik. Kryeredaktori i parë ka qenë Raif Qela, edhe pastaj ka vazhdu një goditje e kena marrë shpejt aty, ndoshta ka qenë kolaterale, janë mundu dike tjetër, po në bazë kanë gjetë edhe shok tonë, ne kanë marrë, është arrestu në goditjen e parë Raif Qela, Salim Mustafa, Salih Saliu, Ramiz Abdullahu, këta kryesorë që janë arrestu, dhe prej atij momenti, une, Bahri Fazliu, Agron Rahmani,
e shumë shok tjerë kena kalu një legalitet. Do thonë një legalitet thellë. Veprimi ka qenë pe fillimi ilegal, po tash edhe personat kena kalu një legalitet se veç jemi identifiku. Dhe ky aktivitet ilegal, do thotë i fshet, klandestin, ka zgjat diku 4 vjet. Të thonë deri në 97-ën kur ka ndodhur goditja e dytë në LKÇK-s, që jam arrestuar me 20 persona të tjerë dhe organizata për fat mirë ka vazhdu, gazeta ka vazhdu, luftës ju kanë përgjigj, i kanë bashku ardhë me UÇK dhe na kena qenë shumë të kënaqur. Edhe pse jena arrestu. Kjo lidhet ngushtë, ju thash, si çdo gjë në këtë jetë, lidhet ngushtë me rrethonat në të cilat ka ndodhur ngjarja, ka ndodhur ai veprim. Domethënë me lindjen e alternativës kosovare, të asaj pjesës subjekteve politike legale, të cilat kanë predigu paqen me çdo kusht, kjo lindje përfshiu gjithësisht masat. Dhe LPRK-ja u ndodh një befasi, sikur kur ju vjedh tereni punës, masat shkun nga Ibrahim Rugova, nga këto, dhe LPRK-ja filloi edhe ajo me u zbeh dhe me marrë kohje të legalizimit. Do thotë gjysmë ilegalve që fillun, njerëzit e LPRK-s që na hiq si shumë, të keq shumë të pakënaqur, shumë dilshin edhe legalisht lexojshin kumtesat LPRK-s dhe ishte rreziku shumë i madh i arrestimit. Dhe në atë kohë lindën mos pajtimet brenda organizatës, fillimisht në 90-ën një ndalon, ka ndalë edhe shok, po si individ. Ndërsa dhe këta individ, me njerëz tjerë, natyrisht kanë formuar LKÇK-n. Po këtu mbeten edhe tjerë të pakënaqur, po që mbeten brenda, që ishin Hashim Thaçi, Kadri Veseli, shumë shok tjerë këtu, edhe këta formuan, si të thush, gati fraksionin ushtarak, fraksionin luftarak, këta formuan Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës si themele të para. Dhe pastaj LPRK-ja më vonë edhe ka marrë mbështetjen e UÇK-s edhe në aspektin financiar, edhe në aspektin juridik, edhe në aspektin politik. Do thotë këto lindën për shkak të një farforme tendencës e LPRK-s për tu legalizuar. Na derisa ishim bindur që lufta është e pashmangshme, lufta është e domosdoshme. Neve kjo na i supozoj që edhe mjetet që kena me i përdor, edhe metodat që kena me i përdor, sepse në qoftë se lufton me pushtuesin dhe mendon që mund është mu pregadit publikisht, të thotë mu armatos publikisht, mu organizu publikisht, është naive. Po, kjo në determinoj ke edhe njërën e organizimit, pra duhet një legalitet thellë, mu armatos, mu pregadit, mu organizu, me mobilizu, pastaj me shpërthy. E këtu kanë qenë që ato mos marrëveshje rreth rrugës të cilën duhet me përdor për çlirim. Në këtë drejtim në mas afërti, edhe kur i kena trajtu, edhe kur i kena shkru, edhe kena qenë me UÇK-n, edhe kena deklaru gjithmonë që e vetmja UÇK-ja është në një rrugë të njëjtë me ne që jemi në rrugën e luftës. Tash, a kemi edhe këtu në një mos pajtim me mënyrë të organizimit, kjo është diçka tjetër, po në rrugë të luftës meten këto dyja, do të thotë UÇK dhe LKÇK. Po fati mirë shumë shpejt i bashkuan armët edhe përballë pushtuesit dolën një zonë, nuk formuan dy ushtri, nuk bën përçarje, kjo ke pjesa shumë e mirë. Se dhe është bisjedhje natyrshme, kur të kërset pushka, pushojnë fjalët. Na mujna mos mu marrë vesh për çka do, unë e ti, por nëse dikush i jashtëm neve na sulmon dëve, e du të me nal pak llafin e me merre mu marrë me ato, kështu ka ndodhur. Domethënë në 98-ën në maj 98-ës që në bashku ardhë, që në shkri gjitha forcat armatosura, e ajo pjesa që ishte e mos pajtuese e kondicionoi që subjektivitetin politik LKÇK-ja e ka rujt gjithë. Se disa sene i ka mendu me ndryshe, por ardhë e mira është i bashku, në shku bashkë edhe erdhëm deri te. Raif Çela është një prej personaliteteve që mas gjatë i ka vepru një legalitet ndërshok që na i kena pasë, i kena njohë se ka dhe, ma shumë, por na që kena njohë aty, ka qenë Raif Çela. Raif Çela do thotë edhe i ka organizu në LPRK Hashim Thaçin edhe Kadri Veselin. Do thotë tash me përdor termat e sotëm, atëherë s'kanë ekzistuar këta terma. Kanë qenë në varësi ti. Po atëherë po them s'ka qenë në lidhje ti. Mi thashëm në lidhje, ka pas edhe këto. Mirë po, pakënaqësia që ndodhi, Raifi është largu nga LPRK-ja, ata kanë mbet akoma në LPRK.
po paknasia aty në ka vazhdu. Këta kanë qenë shok, përveç që kanë qenë shok, Raifi ka dhe Tafër më Kadri Veselin. Nuk e di Afria qysh është, por Tafër me ka Kadri Veselin. Edhe tash në momentin kur ne kena shpërnda traktin për thirrje, për përgatitje, për kryengritje, ka ndodhur sulmi i këtij grupacioni që fillimisht është quajt UÇK, domethënë është bërthamat e para në Glogos, ndoshta ju kujtohet, janë vrarë në Korudhin, kanë vrarë 5 policë, 5 janë plagos, ka qenë mjaft e madhe për fillim, ka qenë shumë e madhe. Po, edhe shtypi legal. Edhe njerëzit përshpëritëshin që këta e të njëjtit njerëz. Këta që e kanë shpërdo po thirrin për luftë, ta i kanë vrarë. Ata populli ka pasi një. Po, edhe na kishëm qef me koni, se ishin njerëz që njihemi, kishëm një qëllim, kishëm një rrugë. Edhe me njëherë shpejt në si këshilli përgjithshëm e kena qura i fqelen me bisedu. I një shumë mirë, punu me ta, edhe kena qura me bisedu me Kadri Veselin edhe Hashim Thaqin. Ato me kompetenca nuk mund t'ja them. E di shembull që Hashimi ka marrë pjesë, e di që edhe ka hup njëra këpucë atë. E di që ka marrë pjesë Kadriu, e di që ka marrë pjesë Jakub Nura. Po, për tjerët nuk guxoj me thonë, janë kanë 5 ose 6, po nuk guxoj, se s'du më ju hin hak kush ka qenë, kush s'ka qenë. Për këta jam i sigurt, se e di se pastaj edhe ku janë strehu këta tre. Janë strehu në një fshat Poklek, të një Sabit, po që ishte faktikisht i shoku jonë. Në gjatë, Kosova është e vogël, lidhjet kanë ekzistuar gjithë dhe paka shumë është ditë kjo, që atëherë në e këna ditë. Po kryesorja, bërthamat e para të UÇK-s ka formu ky grupacion. Deklaratën e parë publike, komunikatën e parë publike, që unë e kom lexu dhe është e vërteta që ka dalë, është dalë nga Maqedonia dhe është qu në Tanjug. Edhe për herë të parë kom lexu termin ushtria çlirimtare e Kosovës, çatë, do të thonë 90 janar 94. Po, edhe është mbrojt kjo aksioni i Glogovcit. To janë gjithmonë nga brenda, në legale ato edhe shumë vështirë me i di dikush nga jashtë, po të them që kur unë këto kur kom dëgju, grupacioni ka qenë shumë i vogël. Dhe ai emërtim duhet më u kërku te Hashim Thaqi, Kadri Veseli, Jakub Nura, këta njerëz edhe mos të pashin thonë dhe sot mujnë e thojnë, kur dojnë mujnë e thojnë. Unë kom lexu edhe për mbledhjen e Araut, në fund dikun mes 94, të s'kom lexu, po për besat e në këgja ma vonë. Kjo është një janar, ajo gjinit, ajo është dokument, ajo është historike, nuk humbet ajo, janë ma heret. U konë dhe sakt ushtria çlirimtare e Shqipërisë, e Kosovës, kjo veç ushtria çlirimtare është dëgju për herë të parë aty. Rrethonat në cilat kena jetu edhe po i potencoj shpesh, po kanë qenë determinuese edhe për këtë drejtim që po më pyet. Do thotë populli nga alternativa është përgatitur që na s'do të më luftu. Edhe nga shumë njerëz është trajtuar që si të them provokim, si provokoni pushtuesin e mundet me bë reprezalje, sepse kështu i ka mësu alternativa, kështu i kanë mësu partitë politike ku kanë militu, ku kanë operu. Mirë po nuk kom taku shumë njerëz që janë shumë mirë për atij aksioni, sepse ata kanë bërë dhunë të madhe, policia, ushtria atëherë në atë kohë kanë bërë represalje të mëdha dhe janë një mirë. Vetë fakti që në vitet në vazhdim kjo u rrit, u zgjeru, u mobilizu, të kallëzon që ato janë konë prit mirë edhe janë konë për të mirë. Po alternativa alternativa ka propozumës, ka prediku që nuk duhet me e provoku, nuk duhet edhe madje edhe një farforme edhe në qoftë se të pshan një në faqe këtheja tjetërën, provokime mos me bo. Kujtohet që sot Ibrahim Rogovën kër e batër ndalë në hyrje kanë hante lezet, deklaroj ke alternativa veç durimi Ibrahim Rogovës se pat më bu keq. Do të thotë, kur na ndore kena, a më buhaja keq ish, ma keq s'kish kush kanë në dhunë, reprezalje, burgosje, vrasje, edhe ikje masive për Kosovës ndoshin për ditë, s'diqka kishte më bu ma keq. Po, ta kanë fillu edhe në ato rrethona të cilat po i shpjegojmë, krisja e armës është ka shumë jehon.
Na jena përpjek me gazetë, jena përpjek me ndikim, jena përpjek me gjitha këto. Po këto janë përpjekje shumë më të vogla në kuptimin e ndikimit. Se një krizë me armës, aty është e përbledhur krejt urrëtia në atë krizë, si të nin atë krizë njerëzit, me njerë, edhe vërtet ashtu edhe ka ndodhur. Unë këto e kom lexuar edhe kom mësuar nga shkenca e luftës, po këto e kom po edhe në teren. Na shpërndaj shumë gazetën me qindra, me mira në përket Kosovën në ndikimin kur ktheheshëm me marrë shumë ai vogël, shumë ai ngadalshëm. Krisa një arme, shpërthaj keq dëgjo. Dhe prandaj edhe u mobilizu shpejt u QK-ja dhe organizu shpejt u QK-ja dhe na detyroi edhe ne me lënë njerë, tash të shtym, ti ka po marrë dhe të vazhdojmë, kem kohë, për ato tjera kem kohë. Tendenca për me afru këto parti politike dhe edhe alternativen, ka pas edhe për LKQK-s. Na, mëse që kena shpërnda të thot edhe programin, ku detajizojmë tërsisht mënyrën që si e parashohim organizimin e luftës dhe mobilizimin, na me një herë kemi, unë kam qenë personalisht i autorizuar nga Këshilli i Përgjithshëm, kemi taktu, do të thot njerin edhe kemi thonë që duhet të takojsh edhe partitë politike legale, edhe t'ju tregojsh ofertën edhe t'ju thosh që duhet me u rrështu në rrugën e drejtë. Po këto takime, që them të vërtetën, në spaku nuk kena leju mu bon në viset e pushtuara. Nuk kena guxuar në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoninë, në Malzi, po veç Shqipëri. Edhe në Shqipëri unë i kom fillu ato takime. Domethënë kemi bërë takime me LDK-n, me vështirësi shumë të mëdha, Ibrahim Rugova nuk na ka prit të ndan me Rofci, me Bujar Bukoshën që ka qenë pjesë e qeverisë në Exel. Kena takue në Mik Doklen nga Partia Socialiste, kena takue të Partisë Demokratike, të Alternativës Demokratike, socialdemokratëve, Gjinushin, kena taku, pothuajse të gjitha tjerat partitë politike. Me gjitha kemi pas mirë raportet, mas miri me Bujar Bukoshin, ma i gatshmi ka qenë për me ndihmu luftën Bujar Bukoshi, po thuaj se mas keshti u nda me përfaqësuesin e LDK-s. Them drejtën, ai fillimisht hyni me një si mos besim tepër të madh, mos besimi ishte dy anshëm, të them të vërtetën, mos besimi ishte dy anshëm, po fjalët e para po më thotë shumë mirë që ekzistoni, tha se duhet ju mu sakrifikue Ibrahim Rugova me kalune përmes trupit tuaj dhe kalon lumin. Nëse kemi kalu lumin, ne kemi sliru popullin, si kemi për këtë punë. Që tha qapi ju them, e prek një Ibrahim Rugoven, tha na jem atë se Serbia. Tha është neve për Serbis në lynë që polas në livrita, e dënë të heqë. E këna kryna atë punë për Serbi, lemas më kalda për Serbi, dhe që të u dami, jo mirë. Me bujarin, i na do shumë a mirë, edhe pse e arsuetoj ka pas pyetje mjaft provokative për me ditë ku jem, tek jem, a kem prime, qa po kërkojmë, qas po kërkojmë. Me një moment, mas bisedave, po më pytë, tha, ju tha që shpesha, tha, po kërkon një financa nga unë. është një drejtën, bujar, edhe kjo pjesa kujta pa bujar. Thash për financa është bashkëpunimi i nivelit ma tëllët. Ose të ju sinit gatë shumë për të tërsen, edhe financë banë, po nuk e kem atë. Na po dojmë nis luftë armatosur, ju po i thoni vetes qeveri, tregono që jeni qeveri, që ka që në për ju lypi juve. Se po në afrohen qeveri shumë jaftë rrezikshëm, për shembull, ish tendenca e qeverisë Iranit me në afru. Po me komandose, me pare, me Iranin veç, ata kishin për shembull kushte bënë ju kundër Amerikës. Jo, me kushtet juve na nuk pajtohemi hiç. Ose ju pëlqen çka bëjmë në çlirime, çka bëjmë në propagandën, po. Edhe kjo bile na ka shtymë ju afru qeverisë tonë këtyre tjerave. Mos na afrohen tjerë që janë me tendenca ku me ditë çfarë. Po me juve po. Edhe po më thotë me çështjen e financave, thash, bashkëpunimi në nivelin e financave është më i ulti. Ose veç për çikaç jeni të gatshëm, çfarë bëj, financa na duhet, s'kem çfarë bëjmë. E mirë tha, pra, a bën ajo me kon në armatim, jo në pare për në armatim. Po qysh, ja thash, pa me ble çokoladë apo duhet, i ma letoni punën mos me ble. Armatim. Tha pa atëherë ka kom rregull, na, vazhdojmë. E tash për bujar, po më thot, tha, po ti tha gjithë po më thu mu bujar, tha, unë jam kryeministër. është për bua si kryeministër. Kryeministri e ka venin Kosovë. Thash me kon ti kryeministër, unë si shab kon ilegal heq. Dhe jo lumë, kështu duhet me kon. Edhe më i ka ardhë mirë ma djetë qëndrimi që shduhet, se me të vërtetë, që unë e kam kryeministër shtetit, pse jam unë ilegal, se s'më kuptoj këta.
Mirë, me Bukoshin na do mirë, me këta të Partisë Republikane sa brigadën na do mirë, edhe me Gjinushin, edhe me socialistat, jo që kishë një marrëveshje të madhe, po më mbështetje, përkraje. Është vitin 95. Partia Demokratike ka hezitu ka gjatë, derisa na ka pa në një takim me Fehmi Aganin, nuk ka pranu. Ai takimi është këtë rastësishëm, se Sejdi Veseli ka qenë kryesi të LDK-s, e Sejdi Veseli ishtë dalë kënej dhe ishtë bo përfaqësuesi legali LKÇK-s. Kur e ka taku Fehmin, ka najtë normal, ka najtë shqiptarë mi të gjithë. Dhe kur e kanë po, ata ka thonë, tash mujna me bo një takim, se s'ka ka puna kështë, qëto. Ina përpjek me regjistru në Shqipëri, kena dasht me regjistru legalisht organizatën, nuk kja kena dalë, se na kanë thonë decidivisht, për shkak që implikimit që mundet e me pas ajo në skenën ndërkombëtare, një organizatë që predikon luftën me u regjistru legalisht, nuk mund t'ju registrojnë, po me na njek, nuk na ka njek. Ma vonë, kena pas njerëz edhe që janë arrestua, janë shua, po jo, ne njekje jo. Adem Jashari edhe grupacionet të ndryshme përveç individve, bërë me shku, bërë me përgatitje ushtarake kanë shku. Kanë shku edhe në pjesën ushtarake, edhe në pjesën e inteligjencës. Dhe më thonë edhe me shërbimit të inteligjencës. Shërbimit të inteligjencës nuk kanë vazhdu një herë ose dy, se ju ka pas dështu, dërso të shërbimeve ushtarake kanë shku disa grupacione. E një prej këtyre grupeve ka qenë edhe Adem Jashari, ku i ka bu ushtrimet ushtarake, këto kanë shku përmes LDK-s, më mirë me thonë përmes një grupacionit LDK-s, edhe në LDK ka pas që nuk janë pajtu krejnë me atë pjesën e paqësore, dhe kanë organizu këto grupacione. Atje në Tiranë, kryesori ka qenë atëherë Ali Aliu, Ali Aliu i ka prit në ambasadë, ka qenë i caktum njëri personi adekuat. Fakti që ajo është i arrestum si kryesori i UÇK-s, të flet vad, mjaft. Nuk e gabojnë ata këta. Ata mujnë me gabuar në fakte tjera, por pse ka qenë kryesori, ajo për mua nuk do të diskutim. Unë nuk do diskutim edhe nga përvoja jonë që e këna pas. Unë ju thash, takimin e parë, zyrtar që e këna bo me Hashim Thaçin edhe Kadri Veselin. Hashim Thaçi, mos pajtimin me gjithçka me LPRK-n ka shpreh edhe ma herët se kjo. Madje ka qenë edhe i ngarkum nga Këshilli i Përgjithshëm të LPRK-s me trajtu situatën edhe me dhënë rrugëzgjidhjet, edhe i ka shkruar materiali i shkruar është ai, që ka qenë jo krejtësisht të akord. Mas goditjeve në 93-ës, vërtet një kohë kanë dalë jashtë edhe këta, edhe jenë bukur shumë edhe aksionet e veprimet e deri në 96-ën. Po vërtet është qështu dhe kur janë dalë këta jashtë u shuku krejt ajo aktivitet. Do më thonë, faktikisht, prej 93 deri 96 të organizume përveç individuale që i ka bo Zahir Pajaziti ose Hasan Ramadani ose dikush që s'ka desht me dalë, këto janë konë tërësisht individuale, po kanë godit ku duhet, kanë godit pushtusin e kanë godit, po pjesa organizume është largu nga Kosova, për shkak ndjekje, për ndjekjet e... Po shumë shpejt janë riorganizu dhe janë këthy 96 janë tjerat aksionet të dytat konkrete dhe kështu të zgjeruara. Ju kujtohet edhe në kampin e këtyre përdekore nga Bosna, Kroacia, që shënë qujtë, edhe në një patrull të policisë në Mitrovic, edhe në Klin, në disa qendra janë godit përherë nga ushtria shlimtare, që për mu është sulmi i dytë i organizum i ushtrisë shlimtare të Kosovës. Dhe thonë 93-96. Tash, Zahir Pajaziti ma vonë edhe aje angazhohet në UÇK, edhe Adem Jashari angazhohet në UÇK. Po fillimisht janë konë si individ të cilët ju kanë kundërvy pushtusit. Po ma vonë janë sistemu dhe janë organizuar në ushtrinë shlimtare të Kosovës. Në përpjekje shumë të mëdha e kena bo, ju thash ma vonë janë inkuadru madje me iniciativën e Nait Hasanit janë inkuadru edhe Adem Jashari, Zahir Pajaziti, gjithë një strukturë të UÇK-s, dhe nante Adem Jashari ose të Jasharit e kena dërgu me njerë personin i cili kishëm dëshirë spaku mu koordinu që mos ta pengojmë njëri tjetrin. Dhe na pregaditshmi aksionin edhe ta pregaditëshin aksionin. Dhe në qoftë se ajo rastësisht korrespondon një orë para
i joni e dëmton këtë tjetrin edhe i qëtë në kurth madje, ose i tyne tonin, ne kishëm dëshirë në qoftë se prapë sa rrim të bashkohemi plotësisht, s'paku të koordinohemi, të mos në mirë, por në momentin këç kur është dashur të realizu takimi, ai takim është kanë i parapom unë Fatmir Humolli nga LKÇK-ja, edhe Recep Selimi edhe dikush i jashareve nga UÇK-ja. Mirë po rrugës për me ardhë këndej, plagoset rastësisht Musa Jashari, apo Saidi më duket, mos gabosha, edhe kthehen, ata nuk kryet takimi, por rrugës për më kthy vritet me Huka që ka qenë ndërmjetësuesi i yni 96-ën. Me Huka është vrarë, domethënë dikon lushtat e rrugës Mitrovic-Skënderaj. Për pikën e grupit Zerbazit e ka pas Agron Ramoni, Agroni e ka njoft mirë Zerbazitin, është edhe nga e anë dhe e njoft edhe më herët në aktivitet, edhe në drejtim, edhe për Hasan Ramadanin e kena nis, do të me një fjalë kudo që kena dëgju që ka rezistencë ose tendencë, rezistencë të armatosën, në gjithmonë kena pas dëshirë që armë me i bo bashk, ose s'paku koordinimin me bo, se rreziku është tepër i madh, është për dy anë, nuk ka thjesht veç për ne ose veç për ju. Hasani nuk kena mujt me bo asnjë takim, në të them masi është caktu takimi, ai ka ndodhur vrasja e tij, shumë na ka pas mërzit se na met edhe shumë merak që s'mujtëm për pak metër jeke mu bashku e mu afru, ndërsa me Zahirin kena realizu disa takime edhe në Kosovë edhe në Shqipëri, nuk kemi ra takard, nuk janë pajtu plotësisht, shprej sa kena pas që sa të hima thellë, këmë u kry kjo punë, po fillimisht nuk në ra takard. Edhe me Arsimin, edhe me Kadriun, edhe me Zahirin, e njëjta çështje ka qenë. Do thotë, ata gjithmonë e kanë prediku edhe e kanë zbatu edhe kanë pas sukses madje, e kanë pas veç arma edhe nuk ka nevojë me letra fare. Ne na kanë shumë bindur që duhet me i pri me letra, me organizim, me mobilizim. Do thotë me letra e kanë fjalën me i bind njerëzit duhet për luftë, nëse nuk je i bindur për luftë nuk merr armë. Po, e këtu ka qenë, domethënë për të këshirë për qikaq, po kjo qikaq atër ka pas rëndësi shumë madhe, se na vdash kemi marrë që të shkronje, në vdash kështë për ndarësit, një me enë ato në për komuna, në për vështërësit e ngonë shumë dhaja, po na këna qujtë atë punë shumë të bishme, pse i pregadit qindra njerëz, ti mund është me armatos një njeri, me ble një armë edhe me vrani polezën, na nuk e këna qujtë mund të vështirë, po me i pregadit 100 njerëz, 1000 njerëz për luft, këton e këna qujtë edhe na ka dalë vërtet e vështirë, sepse me krisma këta e kanë përshpejtu ardhën e luftës, edhe na kanë ndihmu sa kanë ndihmu edhe me ata, po kryesori u vazhdu me qëtë bashkim, do më thonë, edhe atëherë na nuk kena bo shumë marak, ma shumë u bojnë shumë marak që s'po koordinohemi, se jemi të bindur që rruga ka me na bashku. Po këto e konë bindur edhe ata na kanë thonë gjithmonë, Kadria, Shimi, gjithë na kanë thonë, neve ka me na bashku gjithë rruga. Po, njerë për njerë na menojmë që duhet me jakris me herë, ju po mendoni njerë me letra, qështa. Që kjo ka qenë ma, zomi Adem Jashari, ajo është për vitit 90, e armatosën dhe ka dalë hapur kundër pushtuesit që një kohë gjatë ka qenë veç vetë. Në të rezistencë, po flasë, ka qenë veç vetë, pavarësisht që ka mujtë me pas edhe lidhje në për organizata, dhe kjo ka vazhdu, kjo është rrethu edhe një herë, tani është rrethu edhe një herë, po me kohë është pa nevoja që edhe ata duhet këtë gjithë më u strukturu. Atë strukturë jemi përpjek me bo dhe na, po është përpjek edhe Lëvizje Popullore për Republikën e Kosovës, dhe ata përmes NAIT-it kanë depërtu të Zahiri dhe të Adem Jashari, marrëm tash nasi individ, sa ato kanë qenë grupe edhe grupe të organizume, nuk kanë qenë thjesht individ. Edhe kanë arrit, do më thonë, me një herë 96 me bo organizimin dhe aksionin e përbashkët. Ata këta që po t'i përmeni kanë qenë në një aksion, dhe është qujtë aksioni i ushtërisë çlirimtare të Kosovës, dhe është mbrojt me komunikat, kë mos gabosha mund të jetë komunikata numër D e kësaj. Do më thonë, prej 93, 94 ka dalë, e dyti 96 duhet me konë. Nuk jemi sigurt për to, nuk jemi sigurt, po jemi bindur që duhet me konë gjashtu. Korrisore si sulmi i organizuar ka qenë 96-ës. Në çlirim vazhdimisht e kena trajtu këtë, pse na duhet me bëj tankit luftë kolosale me i bin. Dhe në qoftë se përpiqemi përmbyll me dy fjalë, në atëherë në çlirim e kena thujë që vargojt fizik
na i mban pushtuesi, po vargojt shpirtëror na i mban alternativa. Alternativa jonë, na i mban partit tona politike, se s'ka ma vështirë se mu qliru një popull që nuk organizohet kundër pushtuesit, nuk armatoset kundër pushtuesit, nuk mobilizohet kundër pushtuesit. S'di pushtuesi qysh mendohet që largohet vetë nga këtu. Do thotë, është konë një represion i vazhdueshëm i pushtuesit mbi këtë ide, edhe i alternatives mbi këtë ide, dhe kjo ide është dashur do thotë me mbajt mbi supe edhe pushtuesin serb, edhe alternativen. Tash, populli, në qoftë se i premton që ki mushliru pa luftë, ma shumë i pëlqen, apo jo? Se cilit njeri. Kujdo që i kanë thonë pa luftë kena mushliru, i ka pëlqy ma shumë. Dhe tje ke pas shumë vështirë me i bindë. Rrethon tjetër, ishtë burgosit politik shumica dërmu se shkun ka LDK-ja. Ishtë shumë vështirë, thjesht në mbëllshin gojën. Kur ka shku andej, i dajt Hyseni me Tajrizi, Dema, që te qka për dëna, është shumë normale kjo, vështërsia jonë ka qenë kolosale në këtë drejtim. Do më thonë edhe me shtresa caktume për pëllësis tonë është dasht me u përbalë. Sepse ma e leta nena, ma pa probleme, ma edhe tjetra faktorin ndërkombëtar derisa pequj mirëmbajtja këtu e situatës politike nga alternativa. Dhuna e represionat ne mirëmbajtja situatës politike ishë dhe ajo nuk reagojk. Tonë kohën Kosovës i kanë thonë, ju keni me marrë një autonomi substanciale mrena Jugoslavisë, respektivisht Serbisë. Tonë kohën, deri ka shpërthy lufta. Atë thonë për skenës politike ka eku që këja. Që një autonomi substanciale. Ma tja e shkoj deri të shteti am, sa në Berisha në theke hapur, një autonomi substanciale e merrni edhe vazhdani. Ka pas thonë edhe kancelari Gjerman, ka në Tiranë, thë një autonomi substanciale mirë, po lufta i largoj kejt ato. Vështërsia ka qenë e madhe për pregaditjen psikologjike edhe për bindjen që duhet luftë, që duhet mu pregadit për luft shumë e madhe. Por kjo ka ekzistuar edhe të njerëzit që ishun ilegal. Programin e parë, kur e këna bo, që ju thash projekt programin, është mbena 2 muajve, diku në fund prillit në këna shpërnda ato, edhe vetë njerëzit e LPRK-s më kanë thonë, pse ju pe përmeni dhe për det luftën? Po pse me mshefën, ato, bëjkuna pe mshefë, ape pople, ape pushtusi. Nuk e di bëjkuna pe mshefë, nuk të më i pregadit njerëzit, duhet më shkru këtu. Duhet më shkru decidivisht për kryengritjet përgjithshme, për luftë armatosur deri në kryengritjet përgjithshme, jena nisur rrugë kemi në përgatit. E vështirë ka qenë në çet aspekt, do thotë, edhe nga pushtuesi, edhe nga alternativa, edhe nga pikpamjet që ishin përhap këtu që na mujna mu shliru pa luftë. Rolin e Sali Berishës, më mendja edhe rolin e Ibrahim Rugovës, nuk mund e analizojmë të shkëputur për rrethonave të përgjithshme ndërkombëtare, veçanërisht ndikimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe në Shqipëri edhe në Kosovë. Për shembull, kur ju thashun ne kemi deshur me regjistruar lëvizjen kombëtare për çlirimin e Kosovës, decidivisht na është thonë që Ministrinë e Drejtësisë, e cila e bën regjistrimin e kësaj organizate, e mirëmban plotësisht ambasada amerikane. Do të thotë qysh na thotë ajo, nëse na thonë po, nëse jo. Për me marrë ju miratimin nga kjo ministri, ju du të me pru një vërtetim bre Ibrahim Rugovës. A me kupton situatën? Do me thonë, vërtetimin Rugova du të me thonë po, ministria të ne e merë e qënë ambasadë dhe të ju muni mu registru. Po pa thonë ajo, nuk muni mu registru fare. Edhe tash që aty ka fillu edhe komunikimi me bujarin, më thonë mirë, a mundet kjo, se disha që Ibrahim Rugovës në jam, a mundet kjo me konë prej bujar Bukoshtit. Sa edhe për i qeverisë Kosovët mundet. Edhe këna shku në bënë, këna marrë atë vërdetimin. Dhe sërish nuk na kanë registru. Këtë këto për përmendi, për me të reguë që edhe Sali Berisha e kanë djek instruksionet që kanë djek politika amerikane për kretë Balkanin dhe veçanërisht për Shqipërinë. Do thotë, aje kanë djek një politikë tilë, çfarë është ndjek nga Amerikanët. Dhe derisa Amerikanët kanë thonë që një autonomi substanciale, nësë që kemë prit tjetër që ka me thonë Sali Berisha. Tash, kjo nuk u prit prej Ibrahim Rugovës se kjo është tash këtu mrena. Po këti i është thonë edhe këti gjithmonë që një autonomi substanciale. Po Rugova ka pas qatë filozofi që i ka majtë gjithmonë në shpresë dhe sërë ka ardhë mrena ka thonë është puna mirë se ata e përmenen pavarësinë. Mërë përmenen për thonë s'ka pavarësi, ka autonomi, s'ka pavarësi. Kryesorja kanë përmenë.
Kjo ka qenë filozofia e këtë politikës së Sali Berishës, natyrisht edhe Ibrahim Rogovës. Tash, na mund të themi po mirë, pas kanë qenë në krahun e dur, pas kanë qenë me Amerikanë. Edhe me qenë me Amerikanë, prap ti duhet mi ja bo këtu hizmetin, qysh ja boni UÇK-ja, edhe me marr besimin prap të Amerikanëve, dhe ka marr prap besimin e ka marr edhe vetë UÇK-ja. Po është mu sakrifiku pak, mu ndjerësit pak, mu burgose, mu ndjeke, mu grohe. Kështu e shoh në atë situatë edhe të Sali Berishës, e shoh edhe të Ibrahim Rogovës. E keqja që u konë që këtu, kur vendosës në situatë tillë, pesqujmë, ndikushmëria, vazaliteti, qysh dush po i thojnë, njerëzit për rreth edhe fillojnë korruptohen. Se ndjehen komand, do të thonë një madhi po mbështet për të tjerë, unë nuk, ni. Edhe kur filloi lufta, filloi sanksione, njerëzit që i ka pas për rreth Sali Berisha kanë filluar dhe tregtinë me armë. E kanë furnizu dhe edhe Serbinë me naftë, në realitet, më falni. Me naftë që i ka shfrytzu tankset e automjetet të Serbisë. Shumë shpesh, nuk e di, ndoshta unë jam gabim, këtu nuk kom nguli se këtë pikë nuk e di mirë, po qysh e trajtoj, qysh e analizoj, ndoshta drejt për drejt Sali Berisha s'ka ditë gjatë për këtë punë. Po them, duke qenë ndikim, edhe duke qenë në vazalitet, korrupsioni ka lullzu për rreth, dhe ata kanë zhvillu këto si korrupsion, si tregti. Dhe s'qenë mërzit fare që ajo shkon të pushtu, si edhe me tonë na godet ne. Edhe të këqia mund është me pru, duke me ndu që ti po bën mirë, si jam lidh me Amerikanë, qysh të thojnë Amerikanë kam ja u po, shumë brend rregull, po edhe Amerikanë dojnë pejte pak mu organizue, mu djersite, me sakrifiku bese. Në ka kalzu shembulli UÇK-s. Fillimisht, asidenca kanë pas. Në shko, tu bo aksionet, tu ndiku, tu e marrë situatën, është tash me i thirrën ambuje. Po, tash mas aksioneve që ju thash të dytat, 96-ës, shumë shpejt jam arrestu, nuk është me muj, sepse edhe vetë pushtuesi u mobilizu shumë a shumë. Edhe tendencën e ndjekjes më të madhe neve që e vrejtëm. E pam që edhe ata janë mobilizu shumë, se fillun edhe me i godit. Zaipa Yaziti vazhdimisht i ka godit, vazhdimisht, që me thonë, ose një spion, ose Papovic, ose ato i ka godit. Po kjo është tash një përmasa u matë organizume, ishin disa pika, në 6 pikat Kosovës, për një herë, njëra për tyne ka qenë Klin, ka qenë Deçan. Deçan ka qenë kampi i këtyne të ikurve të luftës në Bosnje, Kroaci, në Mitrovic, në disa pika u godet, dhe ata u mobilizun, kanë godit në pikat tona dopta, në kanë godit aty ku na veç kohës gjatë i legalitetit, kena fillu me lëshu pak konspiracionin e me vigilencën edhe, kanë godit. Jam arrestu, unë fillimisht janë arrestu ma herët, janë arrestu Besim Rama, janë arrestu pjesë të drejt për drejt të UÇK-s. Naiti është po ashtu para meje, e tërni janë më arrestu edhe unë, edhe janë arrestu një grup shumë i madhë edhe i LKÇK-s, edhe i UÇK-s. Edhe në ndërkohë ka ndodhë tani edhe prekazi, sulmi i Serbisë veç është intensifikuar dhe është vazhdu, ka ndodhë deklarata fillimisht e çuditshme dhe e rrezikshme e Gelbardit, që ata janë terroristë. Serbia është mundu me shfrytzuar në maksimum ato, ka godit në prekaz, po kjo i ka prodhue diçka që ajo se ka prit. E ka prodhu në gjallin e shpirtit luftarar në krejt popullin. Dhe në atë ngjarje, domethënë me atë heroizëm që e kanë tregu jashtë, asgjë mos pashën arrit, kanë arrit me shpërthy UÇK-n në skenën politike shqiptare. Dhe ju kujtohet, mas asaj ngjarje, këtë qytetet kanë thirrë UÇK, dhe është mobilizu, populli është mobilizu për një luftë armatose. Von arritja e madhe që unë e konsideroj luftës heroizmit e qendresës të jasharëve është mobilizimi përgjithshëm i popullit që ju thash sa do fkena me punu për me mujt me prudejte. Se në fundit qëllimi final e mobilizimi, po për mobilizim na duhet kemi përgatit teorikisht e praktikisht kjo i përgatiti shumë shpejt masat, ajo qendresës ka ndiku shumë për mirë dhe është rritës zgjëru edhe vetë LKÇK-ja, edhe për gjyqeve, edhe për vrasjeve, edhe për tortura, edhe për UÇK, rreth të dy organizatat edhe vazhdojmë deri në luftë. Burgosin e dytë është diçka bukur më ndryshe se para. Fillimisht ju them që këtë hetuesit që mu
marrën pyetje, edhe shokët e mi që ju më konsultu pastaj, kanë qenë nga Serbia, jo nga Kosova, madje Serb të Kosovës, po nga Serbia, Beogradi, Novi Sadi, Nishi e tjerë. Edhe torturat mos flasëm ka qenë shumë të tmerrshme, sepse tash edhe situata hini pak këgja me eran, hini dhe vrasjet, hini të... Edhe burgosjet janë konë masive në fillim, edhe të lëk qëköja, veçanërisht të u qëköja, ka rezultu edhe me vrasje dhe mbytje në tortur, si që është rasti Besnik Restelicës, edhe tortura shumë të rënda të mëdhaja të pothuajse të gjithë që i kanë arrestuar në atë kohë. Unë po të them drejtën edhe sot në trupi kam pasojat e hetimeve njëherë. Unë gojë nuk më i mbylli, sepse është kap mish i keq për torturave, është këtu me pej, më kanë këtu me pej i fa shumë, komplet, tonë kohën që ashtu më kanë, edhe pyetje më kanë marrë në një formë tillë. Ka pas tortura halama të rënda, halama të mërshme, ka pas izolim halama të gjatë edhe më të mërshme, si që është në Najvali, Besim Rama ose Najit Hasani. Ka ndryshu për shumë qka, ka ndryshu gjendja me burgosjen e parë. Në burgosjen e parë, me gjithat, edhe kur na kanë torturu dhe kjo janë konë regullat caktume edhe të torturës. Deri atje sa ku s'ka drejt me të shoh, ku ka drejt me të shoh. Sa janë respektu, sa e respektu tjetër, po janë konë regula, tash s'ka pas ma regula, do më të ka torturuar në mënyrën ma çnjerëzore deri në vdekje. Po, edhe në burg, gardianët, po thuj se kanë qenë krejt Serb, është ajo periudha kur i kanë largu shqiptarët, tek e tuk në një që kanë bet, për arsye që s'muj me i spjegu. Në përbuqet që kam qenë në Prishtina sërish, fillimisht Prishtinë, të në një muj më kanë qunë në Lipjan, pastaj në një muj tjetër në Dubrav, dhe prej aty jam transferu në Mitrovicën e Sremit. Mitrovicën e Sremit të mas gjati, një vjet, edhe në kanë njësë me në këthy prap në Dubrav, rrugës në kanë nalë 3 dit në Nish, dhe pastaj në kanë pru në Dubrav, ku këna prej atu krejt masakrin e Dubravës, prej aty në kanë zirë në kanë qunë në Lipjan, Lipjan në kanë majtë pak dit edhe me 10 qershor, natën e 9 qershorit në kanë lidhë dhe në kanë dërgu prap Nish. Unë në fund, përfundimisht e kom kry Nish në 2001. U këshin hotin unë e mojnë men sprejt burgosjes parë, do më thonë në vitit 84, kemi qenë edhe atëherë në njëjtin burg, por nuk kemi qenë njëjtin dhomë, nuk e kom taku atëherë fizikisht, po e dije mojnë men kur është arrestu e burgose, komunikune për mes dritareve, po jo, fizikisht nuk më ka ra, a ka qenë me grupin e intelektualve është qujtë atëherë, me Krem Kryezi, unë Alidemajn, plot, burgosur, po është qujtë grupi i intelektualve, edhe ka qenë edhe u këshin hoti. Në mas dalis nga burgu, aktivitetin kërë ka vazhdu në atë pjesën e Dugagjinit, nuk më ka ra prapë, Anadrinit ma shumë, nuk më ka ra më u taku deri të Mitrovica e Sremit. Për e të pari më takuar në Mitrovicë Sremit, pastaj bashkërisht na kanë transferuar në Nish dhe në burgun e Dubravës. Me 16 maj në burgun e Dubravës e kanë marrë dhe ma nuk kemi ditë për fatin e tij asgjë. Që është interesant, ai me 17 maj është dashur me kry burgut. Dhe çka është karakteristike edhe njerëzit që kanë nejtë edhe ma shumë se unë në burg, kur nuk ka ndodhë me thonë njerëzit, inshallah nuk e lëshojnë. Dhe me thonë, për këshin hotin e tilë ka qenë gjendja, që të ishëm 17 e kry, po inshallah se lëshojnë. Dhe ishë pak e çuditshme ishë. Po, na, që erdhëm prej burgjeve të Sërbis, ne pom situatën që shumë e ronë jashtë, dhe si do mos rreth burgut e arrasoj dhe kishëm frikë që me të vërtet mund të ekzekutojnë. Dhe besoj edhe që ashtu edhe na ndodhi. Dhe me thonë, ditën që e kanë marrë ka qenë e diel, që është jo karakteristike, jo konvencionale, nuk lëshu kur kush në dielen, do thotë. Edhe në qoftë se ka pas më lëshu në shtunën ose dielen, për shkak që nuk punon administrata, ajo lëshu të premten. Nuk ka guxuar me çu deri në të hanën. Po, a ky do të ke lëshu të hanën, e kanë marrë në dielën.
Dita djele kur e kanë marrë, dhe nuk kena ditë asgjë për fatin e tij, po të them drejtën edhe kur e kanë marrë gjoja pelshojnë na mërzit. Vend që më u gëzojnë na mërzit shumë edhe veç prit shumë çfarë lajme po dëgjojmë. Disi sikur kur na ka marrë mendja. Po edhe ajo kanë shumë i paknaqur që ka dalë në atë situatë. Po, ju them drejtën këto e kanë bisedu shlershëm. U kështu ka qenë intelektual i madh. Me to nuk e pas para gjykime, nuk e pas nevojë me u rujta, me u fsheha, mos me thona, mu mënu me mashtrua, mu mënu me binda, mu mënu. Ai ka qenë intelektual i madh, ai ka pas situatën dhe ka ditë situatën. Edhe ai gjithmonë ka thonë, më i kënaqur jam me lëng këto me juve se me lëshu, që ishte pazakant për një të burgos. Kur vjen dita e lirimit është qetërsen, është gëzim, është ju thash përzihet edhe me ndjenjën që i lënë në shok të krejt, po e para është gëzimi. Po jo, edhe ai nuk e ka pas këtë ndjenjë, gjithë kena pritu, po përgatit jem sikur vërtet më lëshu, po në realitet nuk kemi besu. Po këshinim prej si e kom njoft, do më thonë kryesorja, çdo gjë që e ka shtjellu, çdo gjë që e ka analizu, edhe familjen e vet, edhe veten e vet, edhe çdo gjë u mundu gjithmonë me filozofinë mia për shtat, çysh kjo me kanë në dobi të popullit, me dhënë rezultate në këtë drejtim. Më kujtohet aty në Srem Koreshëm dhe ke mua edhe më thonë mu bon, ministër nuk bona. Pse, pra që këshën çysh që ka vlet kështu. Nuk bona theke se me u livdu këta sërbë, që ky e kom rrejk ministrin, nuk ja bëj theke këto Kosovës kur. Po, lemër, po këta dhe të livdohen bersanet këqia. Jo, theke, nuk e mirë për Kosovën ajo. E ka përshtat disi gjithë, ku duhet me pas fitim Kosova, ku duhet me pas dobi Kosova, edhe për vetës ti, edhe për akteve ti, edhe për përgjithësi. Këtë sa kom njoftë edhe sa kena bisedu rrethojshmi shpesh gjithë burgosit e pëtë shumë për një temë. Vështë më betë shumë fascionum. Njëra prej temave ndoshta që mu më ka s'poko për i dëshires që e kom dëgju për i ti është pse është zhvillu Amerika në këtë shkallë, pse është zhvillu këtë shumë. Unë e ka spjegu e zbërthuj 5 arsyet botërore pse është në këtë stad, është me ndëgjeshë. Po, se pa të fatin me dalë, nuk e pa të fatin me vazhdu me kontribu, po ju ka deshtë Kosovës shumë. Po, edhe me Albinin kom nejtë dikur një 3 muaj në burgun e Nishit, kë në faktikisht ka qenë në burgun e Pozharevcit, po për me i dënu, i kanë sjellë në gjykatën e Nishit, se gjykata gjoja e Prishtinës është Nishë, s'pedi, manipulimet e pushtetit që ka bo, dhe kush kish mu dënu, i bishin në Nishë, dhe me Albinin shëndru, po, dikun 3 muaj në njëtën burg. Qëka të theme për Albinin, është paksa i çuditshëm, është paksa egocentrik, është i çuditshëm që shumë lehtë në qoftë se ti nuk pajtohesh këtë çka don, ai shumë lehtë prishesh me to. Shumë lehtë, më ka ndodhur. Shembull konkret, ju them pse ke prit me të arrestu në shpe, të zëdhën si ju që kësë ke punu në zyre dhe ke prit me të arrestu në shpe. Nuk ka zakante ilegali a kështu. Pse në shpe ke prit se s'po me të kuptu? Ta në mundësit i ke pas, jo me dalë mal, jo dhe unë e kom parim mos me ik. Unë s'po kuptoj, parim mos me ik, nuk duhet me pas, pushtuesi duhet me javështërsu, sa ma shumë që mundesh. Ka qenë Recep Balideva, një prej burgosneve që këmas gjati ka rejtë për burgje, dhe ke kur që mos me i bohë, pushtuesit një gurit që t'janë këpu, se ja vret komën të njetën. E thashe, ti bëdhune ku s'kom dasht me i. Po e kom parim, po ki parim të keq. Dhe ta shi, si u sil puna, a i ik ke pej policisë tonë. Në njëti njeri që i kish parim, mos me ik pej policisë Sërbis, ju kujtohet i ke pej policisë tonë u shefke. Qësë është normale ta është. Dhe kish mu gjasa që qofse, une nuk i thëmë, po, mire kiti qatë parim, ujtë në keme, s'pët voleq. Edhe një ka është në tip, këtë gjë egocentrik, se me ndonë që zë rrath ti silët zdo gjë, duhet mu silët zdo gjë. Në kuhan kërë në konë në nish jo, nuk ka pas, ato që kanë qenë atje në Pozharevcë më kanë thonë që po, nuk e di, në saksisht, nish jo, nish, dhe gjë, janë periudat kur nuk të torturojnë. Shembull, masi që u tërhoqen për këtu, na çun neve nish, ton kohë na torturoheshin se këta u mushin vllef pse po ikun serb prej Kosovë, po kojnë nona serbe, ne na torturoheshin u shfryshin te na.
U qetësu edhe ajo punë, u qetësu edhe ata, erdhë kryqi kuq, e monitoroj ke ma shumë situatën, nuk kish ma tortura si gjithmonë, veç nëse kini ta lash, kini problem. E në qatë fazë është ardhë Albini, dhe Albini nuk ka pas. S'kam pas asë në tjertë. Jo, ai ka dhënë dorëheqje pe uçkës. Ai kur ka dhënë dorëheqje pe zyres, bashkë me Adem Demaçin, nuk e ka ndje vetëm uçkë. Kjo është e padiskutueshme. Po, këna bisedu në gjatë. Unë të burgosnit që kanë qenë drejt për drejt të arrestuar për UÇK. Do thonë edhe s'ka nejt me ta, ka pritu, unë nuk më lutë personalisht, këmë veç një kafe për jetë borg jemi të gjithë. Këtu jemi, po mu duhet me pi një kafe me një që ka qenë për vrasje, për hajni, për dhunim, e ty me shok të UÇK-s. Po ju nuk e ka konsideru më vetën. Ka dhënë dorëheqje, nuk u pajtu me atë Rambujen, nuk u pajtu me nënshkrimin atje dhe kon i dorëhequr. Çështja gjatë kohës të mbajtjes së Rambujes është ashpërsu edhe fjalorin në mes të atyre që kanë qenë në buje dhe këtyre që nuk jenë pajtu këtu, është ashpërsu ka shumë fjallori. E drejt për drejt edhe ndaj Albin Kurtit. Dhe këti ka lindur rejtja qëtë. Do thotë është ashpërsu deri atës që veç në mos u kthej fshakur se keni me pa jo që o bani, sepse këtu është për pjek mu boni farë. Me thonë mi po që shtarak, nashta jo i përmasave të puqit, po një goditje ndaj zonave të cilat pajtohen me Rambujen, me i marë ndore, me marë shtabin, me marë që mus me ndëgjue atje ashim thaqin e ata. Dhe edhe ata atje ju kanë kërsnu këtyne këtu e qështu. Së mu me thonë lëvizje, po mos pajtim, edhe të organizum mjaft s'kanë qenë. Thonë kryesori u konë Adem Demaçi, që nuk është pajtu me ato. Për ndryshim me këta tjerë që s'jën pajtu edhe janë tërhje kret nga lufta Ademi ka nejtë në qendër qytetit dhe i ka sfidu policinë, i ka sfidu kur ka qenë për shembull UÇK-ja me marrë kanë thonë jo përdori fjaloret i jo bacit unë ma shumë i një më i qitu se ç'atje se ball për ball me ta. Po Albini është tërhjek, është dorëheq dhe nuk ka një vetëm më pjesë. Unë i kom dëgjuar edhe shpesh që Kushtunica ka falë se ky si shliru pe i burgu. Krejt burgos i ka falë Kushtunica. Tash i ka falë Kushtunica se ka qillu që aty, për ndryshe ajo në rrethona ndërkombëtare të cilat Rami dhe Sheviqi këta u doshtën me shpallë amnistinë, Kushtunica ka ndodhur, po ajo ka qenë për të gjithë ne. Me të veçantë janë krejt që kanë pas akuzën për drejt terrorizëm dhe kanë mujt me shku deri 20 vjet. Krejt janë me të veçantë. Unë e kom pas për tendencë për terrorizëm deri në 10 vjet. Neve në ka rot me të parën. Të tjerët janë liruar me një rrugë tjetër. Edhe kë me një rrugë tjetër. Nuk është për shkak të nej pequjmë drejt për drejt bashkëpunimit që ka qenë bashkëpunëtora. Nuk është për ata. Janë liruar dhe tjerë dhe njerëz me peshë. Po ndaj Ukshinotit, pse veç ndaj Ukshinotit? Po ndaj Ukshinotit vërtet edhe kanë pasur rrejtjen më të madhe. Kanë pas edhe për shkak peshës që ka mujt ai me përfaqësu nesër në Kosovë. Edhe ku ka qenë strukturat e ish Jugosllavisë dhe ku është pozicionu dhe ku është tash dhe çka mundet me dhënë. Është pesha është e tillë. Dhe ai mundet për shembull me supozu që edhe Nait Hasani mundet me marrë çat peshë. Po Nait Hasani është për një personaliteti që u kon 3 herë në burgje kur su kon për ato të Jugosllavisë, s'ka çka ju çet. Ai bën krejt kundër Jugosllavisë organizon, kundër Serbisë organizon. Po në prapavija ai s'ka diçka tjetër. Te Ukshini un tut edhe te kjo pjesë. Edhe të intelekti ti, edhe të mundësitë e mëdha ti, edhe kanë zhdu. Po tjerë nuk i kanë zhdu. Nuk është për të gjithë kjo. Nuk konsideroj që Albini është deri në atë pikë, është shumë më i dëmshëm se kjo pikë, është më mirë të shkon ajo që po supozohet se çka është më i keq se çka është supozohet. Do më shumë më mëdha është të i bëu me egon e vet. Kosovës se sa më kanë qenë bashkëpunëtor. Bashkëpunëtorë e kishëm zbulu, e kishëm zbulu CIA, e kishëm zonë shumë lehtë. Jo, nuk është as ato. Nuk kum pas, gjëra të tilla taj nuk kum pas. Po, lirimi im ka qenë në vitin 2001, do të thotë 2 vite pas çlirimit të Kosovës, ka qenë një periudhë kur populli veç ka fillu me marrë veten dhe me uni i lirë për pas 100 vjetëve në pushtim nga Serbia në trojet e veta, dhe natyrisht pritja e njerëzve të cilët janë mundu për këtë liri dhe kanë kontribu për liri ka qenë e jashtëzakonshme. Do thotë ka qenë shofish me forte me madhe se në 89-ën kur më liru që e kom përjetu para derë. Do thotë tash vargu ka qenë akoma dhe më i madhe pritjet e njerëzve për me të vizitu kanë qenë jashtëzakonisht më të mëdha.
Kjo ka qenë, do të thonë, shumë emocionuese edhe shumë mobilizuese edhe për ne në përgjithësi. Po me të kaltu drejtën me situatën edhe kur kom dalë edhe në vazhdimësi, nuk kom qenë plotësisht i kënaqur me rrjedhën e ngjarjeve, me zhvillimin e ngjarjeve, me komendu edhe akoma mendoj që mundësitë janë konë shumë të mëdha të këtij populli se që janë arritjet. Nësë një mënyrë nuk pajtona që s'ka arritjet janë kolosale, janë shumë të mëdha, po mundësit kanë qenë akoma shumë të mëdha, sepse Kosova për herë të parë u ndodhi në rrethana shumë të favorshme ndërkombëtare. Domethënë pjesa më e madhe perëndimit ishin në anën e Kosovës. Dhe ne mendoj që na nëse kishim shfrytzu këto që duhet, njerëzit tonë, eksponentë tonë të pushtetit, funksionarë tonë, nëse këto kishin me shti në shërbim të Kosovës, Kosova kishte ecë shumë më shpejt. Po për fat keq, ndoshta edhe për shkak se dolëm për një periudhë gjatë pushtimit, ndoshta shumë kem të varfër, ndoshta nuk po e di çka kontriboj, koxha edhe personale në shtimin në funksion edhe pak e dëmtuam këtë rrugë. Nuk pajtona që është shkretu Kosova, është botë zero Kosova ka ecë shumë, nuk mundesh me krahasu Kosovën e 2020-s me 2000-s, nuk mundesh në asnjë drejtim. Po kemi mujt më shumë, shumë kena mujt. Mesazhi është jo veç për ata që kanë sjell lirin, po për krejt historinë e popullit. Nuk ka periudhë të caktuar historisë që guxon të lihet anash, sepse është vazhdimësi e të gjithave. Duke filluar prej periudhës së lirëve të Skënderbeut, të luftrave të tjera të popullit shqiptar, të luftës nacional shqiptare, të luftës së dëmjasharit, të luftës përgjithësi UÇK-s, të gjitha këto vlera duhet njerëzit t'i mësojnë, t'i akceptojnë veten e tyre, të jetojnë, të bashkëjetojnë me to, dhe në një mënyrë ato të goditen, të fyhen apo në një formë tjetër. Sa i përket për njerëzit e gjallë dhe trajtimin e tyre që kanë pështu, jo them të vërtetën nëse marrëm prizin personal, unë nuk jam i pakënaqur, mënyrën që shumë ka trajtuar shoqëria, edhe institucionet nuk jam i pakënaqur, jam trajtuar ndoshta më shumë se që unë mendoj që e kem merituar dhe që e kum prit. Po a ka që edhe janë të vujt, po ka, nuk kena kujdes mjaft. Ka njerëz për cilët na është dashur shumë kujdes dhe më angazhu. Më shumë se mesazh për njerëzit, kjo është dashur me konë mesazh për institucionet. Njerëzit që janë përpjekë për këtë vend, duhet i trajtojnë shumë mirë, duhet i trajtojnë me kujdes të veçantë. Jo vetëm në aspektin financiar, por në aspektin edhe njerëzor, shpirtëror, se sakrificat kanë qenë të mëdha nga ky popull.